Përshëndetje gjithë juve që në ndeshni. Sot kam vendosur me përgatit një ëmbëlsirë që quhet takli. Gjitha produktet që na nevojiten për këtë ëmbëlsirë janë një gotë vaj duregjidhët, një gotë jogurt, një vezë, një lugë e vogël e çojet sod bikarbone, 125 gram margarin, një gotë kështu semolino gris edhe 3 gotë miell. Për mbushje na nevojiten në ora sa ka nevoj edhe lejthia. Hidhojmë nevojën, hedhim vajin pra, me jogurtin, e përzijim pak edhe hedhim margarinën. Margarina duhet me qenë temperaturë ambiente, jo e shkrine e nxehtë, po kështu si po duket normal. Tash e përzijim kadale. Pasi që shkri edhe margarina pak, tash ja qesim vezën edhe e përzijim kështu. Tash e qesim sodën bikarbone. Gjitha produktet që na nevojiten për këtë ëmbëlsirë duhet me qenë të ftofta në temperaturë ambiente. Tash hedhim edhe semolinën, grisën pra, edhe vazhdoj kështu ta përzijm. Pasi që është përzijë mirë, tash fillojmë t'i qisim mielin. Tash fillojmë ta bëjmë promit pak me dorë. Tash promit duket kështu, i kam qitë 4 gota miell, këtë gotën e qoj. Tash filloj me përgatitjen e taklis. Bëjmë kështu. Tash taklia është gati për pjekje. Furën e kemi ngru 5 minuta për para në 170 gradë. Taklinë duhet me pjek 35 minuta në 170 gradë. Për shërbetin na duhen 3 gota. Këtë gotën e qojit, sheqer. Na duhen edhe 3 gota ujë. Këtë gote e qisim edhe një që kështu limon edhe e zim për 10 minuta, masi të filloj të vlaj. Pasi që e kemi pjek taklin për 35 minuta, tash duket kështu, duhet me lon 5 minuta të ftofet e mas 5 minutave me ja qis shërbetin. Tash mas 5 minutave që është ftof taklia, filloj me ja qis shërbetin. Shërbeti pra duhet me qenë i ftoft, jo i nxehtë.